Agon Bytyqi në mënyrë të kundërligjshme ka urdhënu dhe ka nënshkruar një urdhënesë që zyrtar të AKI-s me më përndjek mu në mënyrë të paligjshme. Është nënshkrimi i tij, me nënshkrim të tij mu ka vendos GPS-i. Dhe me nënshkrim të tij mu më kanë ardhur të zyra, mu më kanë ardhur të puna, mu më kanë ardhur të familja, mu më kanë ardhur kudo me urdhër të njeriu të Vjosa Osmanit. Prandaj, Vjosa Osmani është përgjegjëse për përndjekje të kundërshtarëve, që ajo i konsideron të gazetarëve, bashkë me Albin Kurtin, por përgjegjësia e meritet asaj. Dhe ja ku i ki njerëzit të cilët për një kohë të gjatë kanë përndjek mu. Të dy janë zyrtarë të AKI-s, të dytë kanë me dhënë përgjegjësi. Dhe tani duhet me ditë edhe ajo, edhe kushdo qoftë, se këta njerëz në mënyrë kriminale më kanë përndjek mu. Dhe kush e ka urdhënu? Njeri Vjosa Osmanit. Prandaj, nuk mundem m'ia fal unë kërkujt që e ka shkel ligjin. Dhe nuk mundet Vjosa Osmani sot mu me ndalë poli kundërt i Albin Kurtit, derisa të dy bashkë ishin aksionar në krim.